Unë i kthehem në studio e tash është koha për një intervistën e parë, do flasim sa i përket një projekti të implementuar nga Kryqi i Kuq, i cili quhet promovimi i vlenave humane, ka të bëjë me një shkollë në Obileq, është pikërisht gjimnazi 17 shkurti dhe disa nga nxënësit e këtij gjimnazit të cilët janë të bërshirë në këtë projekt. Projekti ka titullin Një zë shumë gjyra. Për t'i shpalus detajet, jo vetëm projektit të Kryqit e Kuq, po dhe projektit në fjalë të kësaj shkolle, kemi kënaqësinë që sot bashkë me neve janë 3 nxënës të këtij projekti. Është Orgesa Krasniqi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi juve. Ashtu Jonida Berisha. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Edhe Erdi Thaqi. Mirëmëngjesi. Si jeni? Mirë, faleminderit. A keni pushu? Mjaftushu. Okej, po vjen mirë. Ishim dalë që shta fillimisht tek projekti i Kryqit të Kuq, është një projekt që ka përfshirë disa shkolla të ndryshme, që kanë pas mundësi të marrin nxënës nga klasat e vjeta. Në mesin e tyre jeni edhe ju? Po, për fat mirë, po. Atëherë Kryqi i Kuq prej vitit kaluar ka implementuar këtë projekt. Projekti ka emrin promovimi i vlerave humane. Në vitin e kaluar ka marrë pjesë dikon 10 shkolla që i bie 10 komuna, kurse në këtë vit janë të marrë pjesë 13 komuna. Janë shtu domethënë 3 që nuk kanë qenë. Diseminatorë tonë që janë trajnu prej Kryqit të Kuq, profesori Shavlerima Shone dhe profesori Kastriot Sadiku, ata fillimisht janë trajnu për vete nga Kryqi i Kuq, dhe pastaj ato njohuri kanë shpalose ne për me vazhdu për me konkuru në projekte që i ka Kryqi i Kuq. Atëherë zgjedhja e nxënësve u bë në mënyrë indirekte. Normal, ka qenë pak zërë se cilët din ka qef me marrë pjesë në punë vullnetare, edhe po për mësë me bo shumë të komplikume këtë farë pune, dy diseminatorët tonë atëheri kanë bo me një lloj si aplikimi me letra motivuse që çka kena me ndikuna në këtë projekt edhe çka ofrojmë na sa i përket këtij projekti. Sa i përket projektit tonë, na e kena vendosur me marrë projektin ndërkulturor, se për shkak Kryqi i Kuq ka 4 projekte në këtë projekt, 2 janë aksion në komunitet, një projekt është aksion ndërkulturor dhe aksion kundër dhunës. Na e kemi zgjedhur projektin aksion ndërkulturor, për shkak se na kena menduar që kena nevojë më shumë që me bë ndryshime ndërkulturore në komunën tonë dhe në krejt komuna tjera në Kosovë që gjenden. Jemi 7 pjesëmarrës diku, 3 jemi në klasë bashkë që jemi këtu, i kemi edhe 4 pjesëmarrës tjerë që nuk kanë mujtë me qenë pjesë e kësaj interviste. Bashkëpunimi është nivel, për momentin jemi të shku shumë mirë, veç po shpresojmë që kemi me shku kështu deri në fund. Okej, ndoshta për detajet e projektit na foli Erdi edhe Jonida, nuk e di sa e keni të lejushme. Detajet e projektit nuk mujna mi thonë krejt, sepse jena në fillim halo, besoj që nuk kena zhvillu kur gjë në projekt, jena në fazën e takimeve, ku jena në fazën e fundit takimeve, jena të i përfundu, dhe besoj që shumë shpejt kena mjanis me projektin. Okej, bën më herët punë vullnetare, apo ndoshta ka qenë kjo Kjo është hera e parë, që jena pjesë e Kryqit të Kuq. Për të tre? Ja, për mua. Okej, Jonida? Pse na jena zgjedh këtë projekt ka shumë arsye, por njëra ndër arsyet kryesore dhe të cilën ja vlen ta cekim është se, me thonë, duke ditë fjallën urrejtje me përmend, po më duket pak sa e rëndë, por dashnin e pak dhe mos dashnin e cila është mes komuniteteve, na kena vendosur që me marrë aksion ndërkulturor me bën ndryshime, sepse nëse gjenerata jo nuk i bën këto ndryshime, atëherë kush ko me i bë. Nuk mujna me pritë na me thonë që gjenerata tjetër i bën jo. Na jena zoni ndryshime, se jena në moshë mujna me bë ndryshime dhe jena të gatshëm për ndryshime, prandaj edhe kena marrë pjesë në këtë projekt edhe e kena zgjedhur këtë aktivitet. Po gjithsesi po besoj detajet e projektit i keni planifikuar. Ka shumë po, tash na jemi të bashkëpunuar me një shkollë në komunën tonë, në një fshat, për shkak se aty kemi arrit me gjetë dy komunitete që i kemi të sigurt, edhe me një komunitet kena mbet apo mundi me bashkëpunua ju, se për shkak çështjeve politike, historike, ndjeshmërisë që i ka vetë komuniteti, është mbet pak ju është sigurt që kena me bashkëpunu me ta, po që me drejtoreshën e shkollës në fshatin Pala i Fazli Grajçevci, drejtoreshën me Bluda, na ka mirëpris shumë mirë, na ka gjetë nxënësat, i kena saktu datat kur kena mbajt projektin tonë, se për shkak projekti nuk është vetëm një ditë, kena vendosur me bë 3 ditë rend projekt. Jo rend, po 3 ditë i ka projekti, që ata me mujt sa më shumë me mësu kulturat me zveti, me mësu gjuhët e njëri tjetrit, me një farë fjale me bashkëpunu me zveti, se bashkëpunimi mes komuniteteve nuk është shumë i mirë, si në komunën tonë
si krejt komunat, edhe pse ju na mos me marrë këtë projekt që me fillu me bashkëpunu me zveti ata. Projektin tonë, sekretari Kryqit Koq Fitimi, ai na ka ndihmu shumë prej momentit parë që kemi bërë takime e parë me to, me udhtim, me gjëra tjera që na u kanë dashur neve për me i realizu takimet tona, ai ka qenë gjithmonë për krah neve, po tu më se harru edhe drejtorishën e shkollës tonë, drejtorishën Besa Gashi, për shkak se nëse aja nuk ish dashur na lusë neve, po na bjen normal me hu pak ore, po na i bje edin me lën pak anash mësimin, po kur e din që është mirën edhe shkollës tonë edhe krejt komunës, drejtorisha nuk ka qenë as pak kundër këti projekte, as kundër që na mi liru ato orë që na mi mbo këto ndryshime. Diseminatorë tani përmenda, dhe ata kanë qenë gjithmonë krah neve, normal na kanë jep idea për projektin tonë, se që kena me realizue, mi pas na hopat sa ma të sigur sa ma shumë, se nëse na veç kemi thonë, pe bojna që sona nuk mujna me bo, nëse na nuk e kena të sigur që a keni me mujt me bo, apo nuk kemi me mujt me bo. Na thash jemi një klasë bashk, edhe kujdesarja jonë Merita, edhe aja na ka përkrosh shumë prej momentit por, madje është mundu edhe për aktivitetet që kena mi mbledh hullat me na ndihmue. Janë edhe tjerë arsimtarë, profesora që na kanë ndihmu shumë, do të thonë për këraja ka qenë gjithmonë nivel, nuk i na pos, me thonë ju nuk përbojna se ju kanë me na thonë ju, ose ju këna gjithmonë na kanë thonë pa e provu nuk dështoni, dhe me thonë provane që mësë me thonë ju nuk kena provu dhe mi ju mbet peng. Edhe na kena vazhdu me këto që pa e provu, na nuk kena me mujt me thonë që projekti unë ka dështu, se projektin tu nuk mundë me realizue. Për momentin që shta dhe irdi na jena hopat e partë projektit, hopat bazë projektit, jemi në përfundim takimeve që jemi tu imbajt me drejtoreshën e arsimit në Obiliq, me drejtoreshën e kulturës, që edhe drejtoresha Liridon, për shkak se projekti është ndërkulturor, na ka ndihmu shumë prej fillimit, kur na kemi trokin derën e saj, mi thonë na kena me realizu këtë projekt. I ka pëlqy shumë projekti, edhe normal, ky projekt nuk përbesej që i kësh pëlqy veç komunës sonë, po është i projekt që na përime pëmendojna që shko me pas ndryshime, ka me ndikun krejt komuna tjera. Unida e cekit që bashkëpunimi është i pakët, edhe na e kena nduar për mi bo këto ndryshime. E kom po shumë që nëse na dalim folin për këto ndryshime, shumica kanë vërsu në këtë farë formës, në këtë farë mënyre që pse jemi bo këto ndryshime, ju e një tri, ju nuk i dini çështjet politike, historike, neve nuk po na interesojnë as çështjet politike, as historike, na thjesht përdojna me pas këtë ndryshim, se unë e kom sejk edhe ma eret, na dashëm apo nuk dashëm, kena me jetu me këto komunitete, edhe pse ju bile me pas një farë bashkëpunimi që me u heku rejtja edhe krejt mës mirëfillja me zveti. Po keni pas, keni has në të gjeta që egziston kjo, apo? Po, të e morë parasysh tash aktivitetet që mbohën komunën tonë, për shkak se mbohën shumë aktivitete, edhe të e morë parasysh që në shumicën e kohës ka pas veç shqiptar, ka pas pak aty këtë komunitetet të rëmë, edhe ju komunitetet tjera, pa tjetër që na e kena ditë që nuk ka me pas edhe është bashkëpunimit pakët. Ta i të e morë parasysh edhe komunat tjera, nashta veç kurioziteti. Cilat kanë qenë ndoshta arsyet? Arsyet kryesore që na e kemi marrë këtë projekt është që na me rritë sa ma shumë bashkëpunimin mes komuniteteve. Që fëmijët, se na që këna me bashkëpunu me ta, ata e në pak mush ma të vogël se na, ose edhe mushës tonë. Ata me ditë që me pos bashkëpunim me zveti, me pos mirëfillim me zveti. Po ka një të nësim komunitetet për një përshirje të tjilë? Unë na jemi të bashkëpunu me drejtoreshën e shkollës që e kena marrë projektin aty, edhe pse na këshëm pos është që me pos edhe ma shumë shkolla, po na e kena një projekt vogël për Kryqit Koq që kena me realizu, edhe me ato mundësi që i kemi, na kena me realizu atë projekt. Edhe kur jemi shku me njoftu projektin tonë që përdojna me mbajt këto, fëmijët aty klasës 6 deri në 9 jenë konë shumë të interesum, jenë konë pru që me bashkëpunu me shqiptarë dhe komunitetet tjera që janë aty. Okej, Erdi është puna e parë vullnetane për ty edhe për një Joniden. Okej, kisha dashur me ditë më shumë nga ju si është, e keni imagjinu të tilla, apo jeni vetëm fillim edhe ndoshta kjo do të jetë një piknisje që të vazhdoni tutje edhe me besoj që kjo është piknisja e parë për mu, besoj që edhe për këta është piknisja e parë, besoj që ky projekt mu për vetim ka pëlqyer shumë, kur kom fillu mu antarësu, ka pëlqyer shumë dhe kom hik këtij projekti, sepse në komunën tënë nuk ka bashkëpunim shumë të madh të komuniteteve. Ka shumë pak komunitete që bashkëpunojnë me shqiptarët, për shembull serbët, rëmët, bosnjakët. Mendoj që jo veç komunën tonë ka bashkëpunim pak, as në komuna tjera nuk ka bashkëpunim shumë, edhe mendoj që mas këtij projekti dohet Kryqi Koq me na dhënë ndoshta edhe një mundësi që me vazhdu projektin në gjitha komunat e Kosovës, jo vetëm komunën tonë. Okej, Jonida? Kur u ardhe njoftimi për këtë projekt, besoj që jam kanë e para që kom dashur edhe jam kanë e entuziasmuar për me marrë pjesë në këtë projekt, se unë pëlqen me ndihmu të tjerët, e hiq më shumë vendin ku jetojnë komunën e Obiliqit. Për mu është, në fillimet e saj është një eksperiencë pa parë, kështu që pres që ku me kanë edhe hala ma mirë.
Për ndryshe, ja vlen edhe me cek, që edhe një sen që e dërgën për para projektin është edhe bashkëpunimi në grup. Bashkëpunimi në grupin ton është bashkëpunim në nivel, ku se cili jep mendimet e veta, se cili ti merren parasysh mendimet e se cilit, edhe kjo normal që është një pikë edhe një vlerë që do të me pas çdo grup. Shpresojmë që gjithçka ka me shku mirë, sa i përket projektit tuaj, po edhe projektit të shkollave tjena, jo vetëm fushë Kosovës, po edhe të komunave tjena, edhe pse jo të dalit diçka e bukur, kur ka të bëjmë me punën vullnetare edhe atë në të mirë të komuniteteve të ndryshme. Faleminderit shumë për kohën, ju dëshiroj shumë suksese juve, mentorëve tuaj edhe gjitha ekipeve që janë pjesëmarrëse. Faleminderit edhe juve.